për të kërkuar një mëshirë ose një privilegj. Vi për të kërkuar këtu drejtësi kushtetuese. Drejtësia është mburoja morale dhe fundore e Republikës tonë. Ajo që mbron rregullin dhe që na mban bashkë si shoqëri. Ajo që ndan shtetin e drejtës nga shteti i frikës, ligjin nga arbitrariteti dhe Republikën nga çdo formë sundimi. Në këtë moment vendimtar, fjalët e fundit, ju nuk jeni thjesht një gjykatë që po shqyrton një shkarkim të një nga 61 kryetarët e bashkive. Ju jeni, siç e ka përshkruar Alexander Hamilton, një nga etrit themelues të SBA-ve, trupi ndërmjetës midis popullit dhe pushtetit. I krijuar për ta mbajtur pushtetin brenda kufive që ka caktuar kushtetuta. Kur pushteti te kalon veten, kur vullneti politik kërkon të zvendësoj ligjin, vetëm gjykata juaj kushtetuese ka fuqinë dhe detyrën ta ndalojë. Vetëm kjo gjykatë mund ta rikthejë shtetin në binar të kushtetutës dhe ta mbrojë qytetarin nga abuzimi i pushtetit që ai vetë ja ka dhënë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju uroj një punë të mbarë.